as që kisha ndërmend të flisja sot për marrëdhëniet tona me Jugosllavinë. Pse qëndrimet tona shtetërore ndaj këtij vendi i kemi shprehur me mira herë dhe mbetemi në ato që kemi thënë. Por detyrojmë të flas, sepse krerët e Beogradit jo vetëm kanë bërë veshin e shurdhër, përsa kanë vënë në dukje partia dhe qeveria jotë, por me të gjitha mjetet propagandistike e diplomatike kanë ngritur një fushatë të tërë shpifjesh e sulmesh kundër Shqipërisë socialiste e politikës së saj të qartë, si drita e diellit. Për 40 vjet me radhë, për të mos u ngjitur më lart, krerët e Beogradit kanë nxitur sllavët e jugut dhe veçanërisht serbët të rojnë kurdoherë në armiqësi, si me shqiptarët që banojnë në trojat e veta në Jugosllavi, ashtu dhe me Shqipërinë e pavarur e socialiste. Kjo armiqësi ndaj shqiptarëve, ky shovinizëm i egër, kjo përbuzje, kjo prirje dhe kjo reks i papërmbajtur për të aneksuar Shqipërinë është ataviste në ta. Çka e bën akoma më të rrezikshme çështjen është se popujt e tjerë slavë të jugut s'kan guximin ta ndalojnë këtë nashimtare në ideshëm sinqerisht jugoslave. Titon e kemi respektuar dhe nderuar më shumë se që meritonte. Dërguam njësi të mëdha partizane që luftuan krah për krah me njësit partizane jugoslave dhe kosovare shqiptare në Jugoslavinë jugore, qendrore, me qindra bija e bij heroike të Shqipërisë ranë në fushat e betejës dhe u plagosën për shërimin e Jugoslavisë. Kurse tash na del 100 serb me emër Sinan Hasani, që hedh balte mbi gjakun e tyre. A i bile arin deri atje, sa të thot, se janë Jugoslavët që formuan partinë tonë, që organizuan luftën nacional shqiptare dhe i dhanë çdo gjë Shqipërisë. O let lehi, a i për atë punë paguhet. Titoja dhe shokët e tij, si më parë, e dhe deri tash në këtë moment që po flas, dorën tonë miqësore gjithë një kanë refuzuar dhe kanë bënë çmos ta presin. Për 40 vjet me radhë Titoja dhe pasuesit e tij, haptazi dhe nëpërmjet agenturave të fshehta, kanë kurdisur vazhdimisht komplote për të shkatruar Shqipërinë socialiste, për të shkatruar partinë tonë, për të eliminuar fizikisht shokët kryesor të udhëheqjes. Ashtu pra. Dikur krali sërb Karađergjovići me bandat kriminale të Vrangelit sodi në Shqipëri agentin e tij, banditin Ahmet Zogun, i cili si dhuratë për këtë tradhtim dhe atë dheut i dha Jugosllavisë Shënaumin e Pogradesit dhe Vermoshin. Këtë gjë duan të bëjnë edhe sot krerët e Beogradit me bandat kriminale terroriste të një farë vagabondi dhe trafikanti armësh, drogash dhe grash, Leka Zogun, të cilit për çudi një vend mik i yni i jep strehim dhe e lejon të jap intervista për shtypin dhe të bëjë thirrje për përmbysjen e pushtetit popullor në Shqipëri. Ne e kemi të faktuar se janë titistët jugoslave ata që dërguan në Bregdetin tonë
grupin e banditëve të Gjevdet Mustafës, të cilët, pa marrë akoma frymë dhe pa e parë djedhin e Shqipërisë, i shpartaluan pa mëshirë. Në momentin e përshtatshëm për ne, bota do të marrë vesh në hollësira, ndodhinë dhe qëdhimet e kësaj bënde. Por e rrezikshme është ajo që Jugoslavët, duke shkelur sovranitetin e dy vendeve miqe tona dhe pa dijenin e tyre, pregatitën dhe hodhën kriminal tek ne. Pregatitësh banda terroriste dhe t'i hedhësh në një vend tjetër është një akt i rëndë kriminal, i dënueshëm në praktikën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Tashti, ne duam vetëm t'u themi titistëve jugoslavë, mos luani me zjarrin, se po filloj zjarri, do të digjeni vetë në të. Para për këtë neve, ne mbrohemi, dhe dim të mbrohemi, dim të luftojmë, dhe dim të fitojmë, mbi çdo armik. Por nëse duam këtë rrugë të errët, e me plot rrezikje që ndihni ju, Jugoslavë. Megjithatë, në rast se na e impononi, edhe ne do të përgjigjemi. Por ne u themi udhëheqësve Jugoslavë të mos shkojnë nga kjo rrugë pa krye, e me shumë rrezikje për të dy vendet tona, për Ballkanin, mundet edhe për Evropën. Ju popujt slavët i jugut, jeni përgjegjës, se lejoni sërbo mbëdhenjtë të ndezin urrat e zjarrit, në vend që t'i bëni ata arsyeshëm, dhe t'i detyroni të kthejnë rrugë, të kthehen në fqinjësinë e mirë me Shqipërinë socialiste dhe me sjellje normale e paqësore me shqiptarët që rojnë në Jugosllavi. Ne kemi bindjen se te popujt e tjerë slavë të jugut, përfshirë këtu edhe serbët, ka elemente përparimtare. Përveç rrugës së një kthese politike e qëndrimet ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve që rojnë në Jugosllavi, nuk ka rrugë tjetër zgjidhje. Ne do të vazhdojmë rrugën që caktoi Kongresi i 8 i Partisë Punës Shqipërisë. Raportin kryesor të cilit udhëheqësit jugosllavë e lexuan së prafti. Propozimet tona ishin sa të urta, aq edhe pajtuese, kurse rruga juaj është me shumë rrezikje për Jugosllavinë, të cilët ne e duam të qëndrueshme, kështu siç është. Ju nuk i merrni seriozisht fjalët tona, që janë shprehje e ndjenjave sinqerta të popullit shqiptar, por kjo është keq për ju. Bota do t'ju ngarkojë me përgjegjësi të rëndë. Disa qeveri të vendeve të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës po lozin me ndjenjat dhe me interesat tona. Ne u themi atyre se nuk mund të luhet si përpara me Shqipërinë dhe me interesat e saj. Si janë më kohët e kaluara, kur fatet e vendit tonë mund të merreshin lehtë në përkëmbë, dhe kur prekej e coptohet Shqipëria. Vëllezërit tanë shqiptar që jetojnë në trojet e tyre në Jugosllavi, sikur do herë, ne do të vazhdojmë të mbrojmë me të gjitha forcat e zemrës në të drejtat e tyre që ju është njeh kushtetuta. Asnjë dyshim të mos ketë për këtë, si jugoslavët, ashtu dhe opinioni botror. Kjo është e njohur nga e drejta ndërkombëtare dhe kështu veprohet nga të gjitha ato shtete
që kanë minoritete jashtë. Në Kongresin e 8 të partisë së punës të Shqipërisë, ne e bëmë të qartë qëndrimin tonë nga Jugosllavisë dhe mbetemi të patundur në këtë qëndrim. Shkatrimi dhe shpërbërja e Jugosllavisë nuk do të vinë kurrë nga ne. Ne jemi për stabilitetin e federatës. Por shovinistëve sërbëmëdhenj Makedonas e Malazes, nga një vesh u hin dhe nga një vesh u del fjala jonë, pajtuese. Atyre u janë erësuar sytë nga shovinizmi dhe megalomania. Kur ne i bëmë thyrje arsyes dhe logjikës së shëndoshët, ata vazhduan terrorin më të egër kundër shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi. Ata kanë hedhur në përburgje me mira djem e cuca heroike të Kosovës, të cilët i torturojnë barbarisht dhe u kanë ngritur 1000 epitete ofenduese. E u themi Jugoslave të lirojnë të gjithë të rinjtë nga burgjet, se shqiptari nuk mund t'i duroj gjatë të tilla shkelje që i bën nderit të rinjve dhe të rejave të tij, të drejtave të tyre. Dhe mos e mbushin kupën se përgjigja mund të jetë me rreziqe të mëdha. Tërë Kosova dhe vise shqiptare në Jugoslavi janë vënë në një presion të egër shovinist ushtarak. Tash po zhvillohet në gjerësi diferencimi, që do të thotë spionimi i shqiptarëve nga shqiptarët në favor të forcave të errësirës serbe. Por kosovarët nuk mund ta pranojnë këtë rrugë të turpit, mbasi kjo çon në vllavrasje. Kurse serbëmëdhenj do të keshin e do të spërkojnë duart. Serbët po nxisin akmarrjen në mes të shqiptarëve. Kosova po mbulohet në varfëri dhe në varre. Njerëzit s'dinë ku kanë djemtë e vajzat. Inteligjencia shqiptare po kositet. Ate e ofendojnë, e poshtrojnë, e lënë rrugëve. Të tilla persekutime s'kan ngjarë vetë se në kohën e Inkvizicionit. Jo, populli shqiptar që jeton në Jugosllavi nuk do të lejojë t'i shtypet çdo gjë e shenjtë të kombëtare. Shqiptari në çdo kohë e në çdo vend, kur i shkelin lirinë dhe të drejtat e lishme, se ka ulur kurrizim dhe asnjëherë si ka kthyer krahët armikut. Ju zotrinj të Beogradit dërguat në Kosovë 60.000 ushtarë serbë për të shtypur e vrarë kosovarët dhe për të fiksuar Shqipërinë socialiste. Ne nuk friksohemi, ne jemi gati, në këmbë, si një trup. Ju flisni me gjuhën e forcës, kur ne përpiqemi të flasim me gjuhën e arsyes, por edhe ne dim të flasim me gjuhën e forcës. Shqipëria është një nyje nevralgjike dhe strategjike. Evropa duhet ta ketë parasysh këtë. Disa tallen me fortifikatat tona, ndërsa vetë armatosen deri në dhëmbë e me çdo lloj armësh. Të tjerë e nënçmojnë në forcën tonë. Aq më keq për ta. Disa gazetarë që shkruajnë për të marrë rishpete, disa politikanë të kafeneve në analizat e planeve strategjike të tyre dhe serbëmbëdhenjtë në radhë parë
përhapin i dera dhe bëjnë insinuata se në këtë ose në atë konjunkturë, bile në të gjitha konjunkturat, Shqipëria do të gëlltitet nga Rusi, do të anojë nga Sovjetët e tjera. Ne u themi sërbëmbëdhenjve, iqve të sigurt e të fshehtë të rusëve, se dy rrugë ka për revizionistët ruso-bulgarë që të sulmojnë në Shqipërinë për të dalë në pjesën e Adriatikut tonë. Njëra është rruga e Vardarit dhe e Kosovës dhe tjetra kanali Otrantos. Në rastin e parë, pa më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar që jeton në Kosovë, e në vise tjera Jugoslavis, që nga Shkupi e Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Lapi e Pllave e Gucia, do të ngri në këmbë, do t'i presin agresorët me pushtë. Zjarë do të ndizet e gjithë Jugoslavia. Dhe invadorët revizionistë ruso-bulgarë, po të arrinë në Alpet tona, do të vinë si nazistët gjermanë kur dollën nga Stalingradi. Në rastin e ditë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët. Sazani dhe Karaburuni, pa patur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbin të veshur me hekur e beton, kur s'kalon dot flota ushtarake sovjetike. Në të tilla aventura, në rast se dëshirojnë të futen armiqtë ruso-bulgare të tjerë, duhet dini se shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një komp prej 6 milionësh. Popull i vogël ishte ky yni në luftën e dytë botërore, por vetëm për vetëm, dhe i parmatosur, hyjtë e likuidoi një numër të konsiderueshëm divizionesh fashiste italiane e naziste gjermane. Tash kohët ka ndryshuar në favorin e Shqipërisë socialiste. Prandaj, larg duart nga Shqipëria.